Hey, do vi një person I cili ka shumë vite që punon, këndon, jeton, zihet, shahet, por rezulton si personi me ndjeksat më të mëdhej në Instagram, ka kriju dhe një si tip organizate, OTR, kur ai futen koncert, burrat shkulin mjekrën. Gratë shkulin trikot. Jo, nënat shkulin trikot, gratë shkulin flokët, kokën. Zonja Zotrin, vjen Noizi! Duzëm doli krau. Teak mi se erdhe? Mi si gjeta. Unë e di që ti ke jetu në Angli, edhe nuk do pim ujnë të ashtë këshu këto. Na, English ti, ha? Je, men. Je. Urdhroni! Hej, qasi është? Nuk e di, uroj mos jetë me këshu gjera Lazarati. Po nga gjyra nuk duket, miq, nuk duket. Po si t'ka halla të jerë? Mirë. Mirë? Më pomë kështu. Plako, ti ke jetu për sa vite në Londër? Për shumë vite? Gogjajnë, me 10 plus. 10 vite? Si është mbretresha? Si e ka mbretreshën? Shiko tha, Ermani ma ki kujdes. E di, le me qurni kështu si zonjë. Plako, ti ke dalë kampion Street Fighter në Londër? Po, 2 vjetë rjeshtë. Që të me thënë kjo? Si është kjo Street Fighter për ata që se dinë? Faktikisht nuk është e lishme, është e jashtë lishme. Një shoku im ma dha si ofertë, tha provoj njërë, tha sa ti janë të mëdhej njerëzit shumë, po nuk kanë domthonjë teknik ose fizik nga brenda. Jepi një shansë, isha 17 vjeç kur bëra ndeshjen e parë. Edhe ndeshjen e parë bëra show, domethënë përveç se fitova, po dhrova edhe pak spektakël. Aty filloi të bëv njerëzve hyn qef edhe Çfarë do të thënë spektakli? Thyve të gjitha gishtat e këmbëve. Jo. Drova, nëse e shef është në YouTube ndeshja. Për shumë përë shumë. Plak! Bëja me djatën në gjë më të majtën. Edhe thash. Shiko, lutem mos e bëjmë këtë. Se s'do lem nam tash këtu. S'ka ardhe një kushuriri jam që po shef këtë shtëpi. Nëse ti e zbut në e qik këtë kodë me thëna? Po, hajnë Jo keq. Muzika është më mirë. E di, I know, man. Shiko, 3 janë konfliktet më të mëdhaja aktualisht në botë. Është Asadi me Amerikën, Asadi me Europën, dhe Noizi me babastarsat, me ledrat, me këto. Ore, shiko, si është puna, se mirë ata Asadin që kanë naftën e këto, po këta qa kanë? Ato kanë naftë. Kanë naftë? Kishin naftë. S'kanë më. Come on, zjeni për femra? Ja, më qëfa femra. Si është puna që zjeni ju? Si është puna? Ta sjarë mirë këtë punë, do nëse... Do shka ka të bëjë dhe mosha pak, në fillimet. Ta që janë sistemun qërët. I keni sjaru këto problemet? Se cili nga nesh mori atë që meritoj, thot një pjesë këngë. Po, jo, edhe për këto këngët e kam pyetjen, se për shumë kur zjeni juve këshu me grupet, që grupi ju i kundër grupit atyre, bëni këto tekstet shumë me të shame, me... Kisha një sugjerim, pëse nuk i qoni email një Do që pun kemi ne ti digjojmë do në këto shere tuja, edhe të në mësën dhe këto ropë të shpis, këto gjyshet. Teksti nuk janë shumë të egzagerume, erë pas ere janë pak, po më shumë është për të shfaq talenti se kush i lidh fjalët më bukur.
Ne I lidhe më bukur. Ka dalë. Kështu thonë popullë, apo e kështu thoni? Amo, kësi thoni, kush I lidhe më bukur? Po ta them shkurt se si me ta thonë gjatë. Sa lek ke? Në gjep pas I lek. E di kështu, se jetëm ja 13 veta që parë. Po kështu, figuron që je artisti më I pagum nga këto rrjetet shqiptare. Është vërtet që ke morë 50.000 euro për natë e vitit ri? Jo 50, gjysma. 25. Plak, 25.000 euro me I natë, qerek apartamenti. Ke bloku. Edhe ke knu vetëm 4-5 këngë? Jo 4-5 këngë një orë, por që nëse punon shumë normal, a kupton, vin. Nuk shof anën e leku, shof sa punoj. Pastaj të ardhurat janë normale. Puna ime është shumë serioze, jashtë shakave, kupton? Punoj jashtë zakonisht shumë, kam studion time, kam stafin tim, kam producentin tim, kam jetë, të më thënë, kam pas, kam dhe do e kem një jetë që do kem për që me folë, dhe normal që të ardhurat vinë, që çdo person tjetër. Po menaxheri jot, kush është që... S'ka menaxher, jam vetë menaxher. Je vetë menaxher? Njerëzit përshon që duhet të marrin ty në koncert, kontaktojnë ty direkt? Po menaxher, jo, po kam për shembull, kur bëhet fjalë për menaxhim në Shqipëri, çfarë do menaxhoje mund? Ai I bie që tjetë një recepcionist hap telefonin thot po, noizi është I lirë, vazhdo. Kështu që ja kam lënë një person familjes, I mat. E kupton, ai merret me atë punë. Okej. Plakot, ngacmojnë femrat? Kështu në rrugë? S'dal shumë rrugë. Nuk, po jo, kur jeni për shkak në për këto venet, koncerte, në për hotele, në për suita. Çdo e quaj ngacmim. Pëlqim. Pëlqim. Mirë, po mos merresh ti me muzikë. Po. Për shembull që mos kisha as I lidhje as me muzikën, as me artin, mos kisha as lek, as të 25.000 euro për një natë, një orë, qerek apartamenti ke bloku. Pse duhet vinte një femër me ty? Pse? Pse? Po mos isha këngëtar as artist, do isha sportist, është 100% sigurt. Mos isha sportist, e di shumë që do isha kuzhinier, diçka me kuzhinën. Po, e kam sinqerisht. Me gjineke? Po, se di pse, po ashtu. I shoh gjërat që çam pëlqejnë jashtë muzikës. Kështu që nuk e pa ka dhe domosdoshme të vire. S'to marr, zvier. Cili është sekreti I gjoksit tënd? Më fal. O, prapë keni fut pyetje me çilietën këtu? Okej, nëse me që bëm këtë pyetje, cili është sekreti I gjoksit tënd? Sekret për gjoksin. Ama, unë e di që ti bo kështu... Pompa. Kam marrë një professional trainer. Edhe ai po më ndihmon të rris nivelin e trupit sërish, Fatmirin. Jo Fatmir. Është kampioni I Kosovës, faktikisht edhe kam grup. E sa orë stërvitesh ti në ditë? Një orë. Çdo person, nëse unë mund ta gjej një orë kohë, një orë je gjehet vetës për të ushtruar. Një orë. Një orë të vetme? 45 minuta, një orë. Derisa të ndrosh. Po janë këto palestrat, I frekuenton ti këto palestrat për shkak që janë këto që bëjnë me elektroda kështu? Gjithçka bio. Bio. Everything. Bjeri pemës në grusht, ha? Pemës, jo. Okej, Plako, për ty thonë që ke shkuar me 438 femra. Pyetja është, sa I saktë është ky numër? As pak. Shumë? Ama. Nuk e di për zotin, s'kam hyrë me numëru. S'ke... Ja nisa me gishtat, po mbaru në gishtat. Aha, okej. Do në pas ka më shumë se 5? Po. 10? Jam I sigurt. Okej. Jo keq, ha? Jo keq. Ti? Mirë, si ke qenë ti? Mirë. Okej, mirë, Plak, kemi përgatit, kemi një, përveç njerëzve që fjetën tek dera Digitalbit gjatë natës së sotme, duke u gdhir dita sotme, për të zënë këto radhët që kanë mbushur stolat, kanë ardhur dhe disa fanse të zjarta. Këto duhet të jenë nga ato femrat që ty të ndjekin në çdo sekond, në çdo koncert kudo që shkon. Kështu që I fusi me muzikën e Noizit, po e du me zë të larta të muzikën. Nuk qëllova I pasur, po nuk po të rësova njetë, se
që një andër ta shikam në realitet. Ata që mjojnë këtë din qa bëna, imazhi i ati që nga zero shkën në miliona. Ma në fund kanë kuptim qita tonetët pa gjumë. Ta shapleti ketë në fund, ta shisho kusho në fund. Ato folin për kalume, nuk busjeshin nga e ardhja. Ato më thojnë më kujtohen, nuk ju thot qa ka me po. Jam i sigur për ne kam sukses, punova shumë diku, për ne s'ka më këthes. Ej, i goes small boy, i Porsche, styrin si kur kobra. Ose se ster, po nga soni e njofta. Ku qa bojka, se nga shtu kalojna. Kur jam bite, po në mjetë s'ka më ndoshta. Por i dhe Nuk ka fotografi, nuk ka. Okej. Mirëpafshim. Jebe atë kutën, jebe. Mirëpafshim. Po. Mirëpafshim. Ma s'kanë qenë këto. Por ti shumë nga këto fanë se kështu. Ore, je mirë plak, je mirë? Mirë tako, në regull. Edhe mu ndodhin shpesh. E rrypi, më kajkë rrypi. No, ta kanë vjedh? Shera parë që do të binin pantalonat. Mirë kthehemi kështu, ishte e rast shumë... Nuk dita si të përbaloje, po... Mirë, dore me sukses, plak. Se kësha brita. Kjo ishte gjë shumë e mirë. Imagjino t'ishin burra, ata. Shiko, kur vinë për duete, si ja bën ti... Ti shmangë. Ti shmangë. Po përse gjithë du në bëjnë duete me ty. Zakonisht vinë shumë e familje, nëna, baba, gjyshi, tezet, edhe vinë një muaj rjesht. Një muaj edhe? Dhe sa arrin. A të paguajnë? Ja. S'ke marrë si herë lekë shumë për këto bashkëpunimet? Jo, asnjë. Aha. Po mirë. Është gabim faktikisht se kur kam kërku disa bashkëpunime jashtë shtetit kanë kërku goxha. Po kur bën kështu këto bashkëpunimet me këta këngëtarët shqiptar? Po. Me këto këngëtarë shqiptar? Po. Si ja bën që t'ja nxjerrë zërin në studio, se këto du nga 3-4 procesor? Se kuptën, do ja shpjegojnë të martën juve. Ka, shumica janë talentuar, kupton? Kështu që se kemi pas një vështërsi. Me kë ke më shumë afeksion ti nga këto që punon? Me kë të pëlqen më shumë të bësh punë? Vetëm për momentin historikisht njihem sikur këngët më të mira të mjet janë me pjesëtarët e grupit, e kupton, kështu që nuk është se kam marrëdhënie bashkëpunimesh me shumë estrade, nuk është. Shumicët, mu personalisht pëlqen punoj më shumë me pjesëtarët e grupit, çunat e grupit. Grupi OTR, ha? Po mi tash, si filloi kjo organizatë? Është organizatë, çfarë është? Jo, s'është organizatë, është disa çuna që bëjnë pjesë me një grup që bëhet fjalë në vitin 2001 kur është formuar si grup, atëherë ka qenë si në modë. Si që është në motu me vubaste, për shumë, në Shqipëri, ose me bërë gjëra që rinia, janë shumicët e gjëra që ndodhën për Shqipëri, janë për rinia shumë e dëmshme. Sepse rriti me një lloj fryme që as nuk mblidhen 2-3 veta me, për shumë, me pas ide, mes përpara, me pas mbështetje nga shkolla, ose nga njerëz fuqishëm që ka mundësi të investojnë me të gjën me minimale. Shikoj, kjo ka se unë njoh një 2-3 veta që mblidhen çdo ditë për shumë edhe vejnë loto. Po. Japin ide. Kjo është ajo. Po ti ç'a... Ndërsa atje ka qenë kështu... Ju ç'a bëni ndryshe nga këto... Ç'a bëni, po është shteti më normal ato. Gjë që falenderoj Zotin më shumë që më ka dhënë mundësi të shkollohem aq pak sa kam pas mundësi në Londër. Domethënë mësuesit me të ngranu mi farfe, e ke menduar në moshën 15 vjeç, ke menduar se ç'do bësh më vonë? A ke menduar ç'do bësh? Po ditë për ditë ishte përditshme duke që pyeste non stop, a ke menduar diçka? Paktën kur të flesh gjumë thotë s'ka rëndësi do arrish një jetë, po paktën mendo se si do doja jetën që të ishe kur të bëhesh pak më i vjetër ose kjo është ajo gjë që të shtynen, pastaj shifje shok që në moshë 3 arrinin futboll, lunin për klube të mëdha ose në boks. Paguhesh i vogël për çdo gjë që bën. Paguhesh. Ose këtu për shembull bësh 40 vjeç boksier dhe e ke marrë rrogën e parë para 6 muajsh, e kupton? Është çështje tregu kam përshtypjen unë që jemi pak edhe nuk kemi çfarë shesim. Ajo ka të bëjë shumë. Po kjo grupi ju çfarë do të thënë OTR? On top of the rest, mbi të gjithë. Top of the rest. Si fillim pa tenis, fansat e di, si fillim pa tenis,
thjesht si mod, çdo lagje kishte nga një grup, çdo person e kishte nga një tag, nga një emër, siç e kam unë sot Noisy. Ju keni pas një armiqësi me këto grupimin tjetër të BA? Jo. Të shumicën e gjërave e kam formu fancat sikur kam diçka me të, se sinqerisht me çdo person që kam pas problem, kam shku, kam taku dhe kam sqaruar problemet, e kupton. I ke sqaruar problemet? Po të sqaroj! Mirë, okej, që mos ta bëjmë edhe shumë kështu serioze bisedën. Ose me që është serioze, po them diçka shumë serioze. Ke shoqëri shumë të ngushtë me Çilietën dhe Encën. Kur do i kërkosh falje publikut për këtë? Apo ke ndonjë justifikim? Jo, janë sinqerisht vajza shumë të mira, tepër talentuara, njerëz të mirë janë ato që kam nevojë për to, sepse nuk është se kam nevojë për një gjë tjetër, as fitim nga ato, s'kam thjesht mundom të ndihmoj, siç i kam ndihmuar deri sot, edhe kaq është. Kaq, s'ka asnjë gjë që No. Nuk No? Asnjë kështu? Jo. Hajde. Okej. Qofshti që je! Ndjekim një insert që ka përgatitur, sepse ne jemi shumë shqetësuar plako. Po. Domethënë, shumë shqiptarë janë shumë shqetësuar për i pyetje. Nga cili shtet ke për ta marrë gruan ti? Ndjekim insertin e Klisma, kemi shpjegim. Me qenë se Noisy udhton shumë, nga cili shtet ose kom si mund ta marrë gruan ai? Anglia besoj? Unë them shqiptare. Nga Dibra. Nga Londra. Nga Amerika. Nga Amerika, pse nga Amerika? Dua shumë. Nga Virginia. Nga Afrika. Nga Ullanda, nga Milano, nga do të vej ai. Po pse jo shqiptare? Po shqiptari si pëlqen ati, i pëlqen e huajt. Ratë zezi, shkon Noisy. Albanezi, Shqipëria, ka lezet. Ose Tibrane, janë të mira, shumë të mira Tibranet. Nga Kavaja. Pse nga Kavaja? Janë qeflije. Kina. Grua nga shteti Itali. Pse nga Italia? Sepse mua më pëlqen më shumë Italia. Beson nga Japonia. Pse? Janë merr me karate dhe Noisy nuk kanë nga ti shpëtojnë. Unë tish nga Vlora. Nga Amerika. Amerika. Moldavia. Mund ta marri nga Japonia mi që mund t'i ketë syt. Nga Anglia. Nga Gjermania. Nga Spanja. Pse nga Spanja? Se ato rrin gati. Noisy mund ta marrin gruan nga Franca. Pse nga Franca? Sepse i ka shumë qejf puthje franceze. Noisy! Nga e din ti? Nga di sepse i ka busta pas afat për femrat franceze. Po për meshkujt francez. Për meshkujt francez, le syn puna ata. Rëndësi ka që ne ti marrim femrat atyre. Ato mos na i marrin neve. Nga Dibra sepse o Dibron vet. U them nga Brazili. Pse? Sepse pëlqen ngjyrën e zezë ndoshta, ngjyrën e çokoladës. Oja, me gjithme, se si i ke këto buzët ti? I ke kështu si astik. Kur isha i vogël e pyesja mamën pse jam për herë ndryshe nga komplet klasës, më thoshin buzviç, thotë mami, dhe shohësh më vonë pa. Shkova. Pja, kur e kuptove që do bëhesh rapist? Unë për shumë, ku ke qenë? Ke qenë në dush? Unë për shumë isha të lidhë këpucët. Kalin është zhvillu, si artist janë zhvillu gradualisht, dhe më thonë, hap pas hapi. Xhaxha im që ka qenë mësuesi i letërsisë në Shqipëri, ka ardhur në Angli dhe isha një moshë shumë vogël dhe kishte hyrë disa librave të mi duke i pasur ç'a bëhet dhe kisha shkruar poezi. Ndërkohë kur një profesor e bën të emocionohet edhe po e dilnin lotë dhe tha, kush i ka shkruar to? Thash unë e kam shkruar. Tha ti ke shkruar, kanë shumë emocione brenda. Edhe gjatë tani në shkolla na sillte çdo të premte na sillte një si tip kamioni dhe u çpaloste kamioni dhe në mes ishte një DJ dhe aty bënin tani çunat battle rap, kështu me njëri tjetrin. Edhe e shifja që përfundonin rimat njësoj, për shembull përshkatoj, dhunoj, edhe pyeta një shok tani, ne ishim spektatorët poshtë, pse përfundojnë për herë ashtu, thashtu si poezi. Pashtu është kja rhythm and poetry. Nëse e merr vetëm shkruajnë e para është rap. Rhythm and poetry. O, plak, pra ne i quhet rap. Rhythm and Pra ne i poetry. quhet rap, tash e mora vesh, Rhythm and poetry.
Edhe aty pastaj ishte edhe koha kur doli edhe Eminemi, kur doli Eminemi, pastaj shpresa çdo të bardhit në kulm qiellit edhe pastaj provoja që t'i thoja poezitë mia, t'i thoja pak më shpejt, pak si në ritëm, e kuptova që s'kam problem me ritmin, pastaj kur erdha në Shqipëri, i pata bërë lindi njerëzit të plak. Lindin për të arrit dikush, për të bërë dikush që dhe vdesin të atij. Duhet ndodhte patjetër kjo që ndodhi me ty. Po, duhet t'jesh tipi fort që të bësh rapist? As pak. Duhet t'jesh kështu tip gangsteri? Jo, nuk janë gjithë rapistat. Se unë me përjashtim për shembull Big Bassës dhe Big Mamës, gjithë tjerët janë të fortë. Kanë nisë të fortë karrierën. Jo, sinqerisht, jeta ime nuk është se ka qenë kaq fush me lule sa është sot. Besom që Anglia ka të mirat e veta, po ka dhe këqijat e veta. Ja nisim nga racizmi kundra shqiptarëve, edhe pse si kemi lënë vend vetes, nuk ja vën fajin dot kërkujt, por që ka qenë goxha e vështirë për mua. Edhe në momentin kur erdha këtu pata se për çfarë më fola, kupton? Ne kemi gjithmonë diçka për të thënë. Për Shqipërinë, për shqiptarët, sidomos për shqiptarët. Ty të ka rraf ndonjëherë prindri? Ty? Në raste. Han mo, kështu. Si prindri shqiptar apo jo? Po që kjo është gjë shumë e gabuar, apo jo? Është. Edhe si mendon ti me këto se unë besoj që kam parë ose kam dëgjuar deri diku pak gëdhun aty tek ato këngët e tua. Po. Që janë faktikisht rapi ka lind nga Violent, si rap, ka lind nga Violent. Më burrim vetën ton, më thojza çajm tjerit. Po është më shumë në momentin për shkak këtë periudhën ku jam unë është më shumë fjalë lojrash, kush di mi lidh gjërat më bukura, kupton? Ka ik ajo kota që unë dal të rrifem mes rrugës. Se me vërtet kanë qenë punë mosha, kupton? Nëse do të them unë diçka të bëj këtë bëj atë është më shumë fjalë lojrash. Jo, unë kisha fjalën më shumë ke ajo çaj ju i përçoni brezit, për shembull fëmijëve, adoleshentëve, ata që nesër pas nesër, duket sikur i injektoni dhunë. Qartë, ashtu siç bën gjithë bota me shumë raste, kam edhe shumë anë pozitive, por kam edhe anë negative, asnjë nuk është perfekta, kupton? Nuk ke nevojë të marrësh ti gjërat negative që një X artist mund përcjelli. Kam plot gjëra pozitive që mund të shohësh ato, për shembull kush mund të isha dhe kush jam. Mirë, shumë mirë. Shohim një gjë pozitive për shembull ke këngët e tua, që gjithmonë femrave juve i thoni baby. Baby në çdo këngë. Janë ca këngë që ti i ke për shembull që thua trupi yt si karamele, duket si fotomodele. Unë kam marrë një gjë këtu. Mos më zisni, Jep. Mos u zoni, ka shumë. Atëherë. Çfarë shoh si trupi termos në tu, thoti? Jo. Unë disha të bëj një kështu tip testi. Çfarë pjesë e trupit mund t'i duket si karamele një femre? Si krem karamel. Ka, goxha, mos a fut kotën. Mund t'jenë... Sidomos ku i luan kështu. Sy ata sy ngjyrë, kaf ngjyrë, kaf. Hej, gëzuar, ju bëf mirë ju që po hani. Plaku, ke dhe këtë, mund ta ashtu se... Me që jemi gëzuar, mirë se keni ardhur. Të artistin. Plaku, një gjë që s'kuptojnë nga ju rapistët, është pse u bien brekët? E kam provu normal ti vesh tamam më darku, po sikur s'ngjaj mirë më shoku, ku ti Jo, di pse, shiko. Unë do të bëj një test tani. Ja. Mund të vish tu? Si, jo, gjithë qef. Jam ta pyesën e publiku nëse do i ngrej unë tash. Okej. Jo, unë do tash të mësosh si ti sa do. Po sa ti je shu? Hey. Pat.
Jemi maksimum e I pun më në set Ma bëj për mas Ja. Makinat janë gati like gas Ka lezet më shumë. Adrenalina Nese, më gjëmë kostumin. Po të kisha dhëmë. Të shumita në këllë Usa më për t'mallë se të zinjo këtë enjoy now Stay in a building Kemi pas publicitetin, kemi pas publicitetin e Noizit. Stay in a building Worldwide gang bang gang We're still in a building Nge pa gishin kështu si zonjë rënd. Zonjë rënd. Si zonjat e kemi pikto qajrat. Jemi me Noizin, me rapistin më të famshëm që ka Shqipëria ndër vite. Që shumë e mirë, sepse po ta marrësh nga kaq pak kohë sa kemi ne që sa bën Shqipëria rap, ti je I vetmi plak. Edhe akoma s'ka dalë një njeri që të thy. Nëse do jetë dikush I grupit, tjetër jo. Alright, do më thënë që do jetë dikush nga masoneria që e vendos një unë. Okej, do ngrejmë këtë tani. Tani, unë do bëjmë garë kështu me Noizin, unë do themi fjalë, ti do t'i vish rimës mbrapa. Si? Si të nxerë, si ku si. Atëherë, jemi gati? Okej? Jo. Sot jemi në transmetim. Gabim, sot jemi në regjistrim. Hey! Unë kam një komshi e fare budal. Atëherë ai du të haj kosin për dhall. Jo! Kjo që po ndodh është për koshmëri në shtëpi. Edhe një. Kjo që po ndodh është për koshmëri në shtëpi. S'ka kuptim dhe u. Okej. Okej. Një tjetër. Vdes për t'jetuar unë në Katund. Atje s'të në gjën nëse del dhe me minifun. O plako, kujdesi që ke plak se që ke djallë fleksibël. Mund të është fleksibël ose ndoshta... Plako, nuk ka rim. Nuk ka shumë rim. Jo. Kur vje punat e lëngjet, unë jam dhërues. Më bëjë qefi për ty. Unë the jam thjesht deportues. Jo! Mirë, në këtë emisionin tim, mos ta dëgjoj fjallën parti. Kështu thënë gjithë. Kështu thua dhe ti. Shiko, mos kujto se kam kompleks. Me ex. E ke me ex? Mu sol nja 3-4 në kokë, dago. Sa ke? E kalojmë to me ex, lutëm se janë shumë këshia. Kjo papa, ke di. Aty të punon mëndja. Edhe ty më i të poshtër. Kur më del për para, unë pa taksem. Kur më del ti mua për para si armik, unë jam i gatshëm. Fajt, po qaj ishte ke duar Turkita, se se mora vesh tashi. Se se mora vesh tashi. Qishte kjo, s'kishte fare rim, kur pa taksem i gatshëm. Pa takse, kur del ti për para si armik, jam i gatshëm. Parë se si e shpret. Okej, funksionon dhe kjo, e? Por e si. Okej, atëre, shok, më falë, mos vënde? Po. Ishte Noizi,
Se ku mraj Sërlapsi? Mra dhe Sërlapsi nga... Breket Sërlapsi, të ranë gjitha. Nga Xanaxi. Ej, ate, Plako, ke kap rekord në Facebookun tim me pyetjet që kanë dërgu fansat. Nuk e di sa 700.000 pyetje kanë ardhur, por ne mundëm të zgjidhnim vetëm 10. Dhe I kemi bashkë me kush e dërgon, Zonja Markaj thot, pyetje ime për Noizin është, kush ta hoqi kryqin në qafë që mbaje? Kosovarët apo Maqedonësit? As shqiptarët e Kosovës, as shqiptarët e Maqedonisë. Thjesht kam koleksion varsës në shtëpi dhe qëndrojnë aty. Nuk është se e bërë për të mirën e dikujt ose për... Jo, as pak. Unë kam mamin katolik, babe muslimane, respektoj të dyja fejet dhe I kam të dyja për temë. Haxhi Vorfa. Ermal, kam një pyetje për Noizin. Vërtet kanë vjellur një shumë parash në London dhe Noizi nuk mund të iki në Angli sepse mund të hynë burg? Jo, s'është e vërtet. No, it's not. No? Fuck you! Dorian Laraku thot, Noizi, po t'ishe ndasëm, a do vishe kostum apo do veje roba sportive? Kostum, si gjithë tjerë. Zdo shosh me tuta në ndasëm? Jo. Do shta tek vdasja ime. Okej. Albana Qaushi. Lutem shumë të arrish ta lexosh komentin tim. Albana Qaushi thot. Pasi që jam fanse e flakt e Rigelcit. Mirë po, asnjëherë s'kam arrit ta takoj. Të lutem shumë Ermal. Thuaj se e dua me gjithë shpirt dhe me pa durim pres ta takoj një ditë. Ato që ka më interesojnë të di rreth ti, tani më I di. Mi po të lutem thuaj se e dua shumë... Okej, ja thash! Jetmir Rama, një fansja jote për ditëlindjen e saj, si për tortës, kishte vënë fytyrën tënde. Akoma e kanë frigoriferat e tortë. Se I vje gjunaf me hëngër. Do japësh leje të haj apo do kalbesh frigorifer? Qa si kënë dritat se nga përqe torta. Okej. Dita të ka shkruar... Dita. Të ka shkruar... Okej, Dita. Të ka shkuar ndonjëherë në mendje të shkosh në azil në Gjermani? Jo, akoma. Jemi mirë. Jemi mirë, Shteti pa ecën para. Men. Jo, kë shkon në azil, po jem koncerte. Ati me euro. Valbona Manga Kokoshi. Mund të jetosh I lirë në natyrë si Mowgli? Ëndër e kam natyrën, sinqerisht e du jashtëzakonisht shumë. Kjo mos ka hall të shofi ty si Mowgli, kështu më gjethe. Aldo Makavelli. Thuj Noizit, sa e mban me gomë parë bicikletën? Kur kam pas bicikletë, më I vogël e kam bajt disa metra goxha. Po, Po si jo. Okej, edhe unë e mbajta njerë, prandaj jam kështu. Shkoj. Nuk shkoj shumë mirë, Greta Gjihani. Ermal, puse pak Noizin në Jo, Greta! Rëfsh! Ja, po I bëjmë këtë gjestin burë... Pa të dhënë me dorën. Okej, plak, okej. Më mirë ta kësha puth. Ate! Endri, të rë, thot. Sa ku... Okej, po e them djerë, pasaj
të kthej përgjigje. Sa kohë rri dru dhe kur I bën tekstet, kur je dru apo kur je esull? Nuk e di çka kanë me pyet këto me drurët. You know what I mean, man. E kuptoj. Yeah. Kam pas qenë dru dikur. Nuk rrim më dru, si që duket. Nuk ashtu, ha? I ke lënë gjitha këto... Tekstet janë më mirë shkruan kur një në efektin e asgjëja. E asgjës. Është më bukur. Okej, edhe këto drurët të djegin qelizat? Po. Jemen? Gja. Jemen. Kështu, edhe përgjigjen. Okej. Klajdi Sino thot, qa I bën gjitha lekët që merë? Kur ma bëjnë mu këto pyetje plak, që ose do të ndihmoj. Këmë thonë, po ku I qo gjithë to lekë, më vlla, ku I qo? E thonë, në bank. Kam një llogari aty, I fus aty. Për zotin. Ku ti qoj? Ku ti kupi ma babi legit. Po ti ku I qon? Edhe unë, si puna jote. Në bank. Ke llogaria ime? Eda I Meraliu thot, a do më vish si dhurat për ditëlindje? Kjo thot do t'i shkosh ti për dhurat për ditëlindje. Po, mrena në tort. Jo si vë. Nëse do ketë mundësi komunikimi me mu ose me dikë të afër dhe do ke mundësi t'jemi afër, pse jo, kam shku në shumë fanca. Yeah, alright. Yeah, I know. Agon thot, Izairi thot, Noizi, a ke ndonjë vllati? Jo. Nuk e, okej. Kështu vllata ama me letra jo. Okej. Dhe ky është një dikush tjetër. Kjo Ervis Lala thot. Jo. Jo, të ka bërë një pyetje shumë kështu që nuk lexohet për moshën nën 16 vjeç. Mirë, këto ishin pyetjet për Noizin se në fund plak, ne kemi një lojë që e bëjmë. Qasa është me të hëngër me prapë? Jo, është me të pime. Ikon. Jo, më dako, jo. Tashi, o sot o kur. Ky është një lëng qitroje. Qitro është tip portokalli I hidhur. Jo, limoni I hidhur. Okej, është një kështu zarzavat. Se bësha ka se dim gjithë që është perime. Okej, është... Shiky, është frut, thot. Nuk do ti... Jam humorist, më bërë, them vetë. Atere, plako, ne do bëjmë kemi një pyetësor. Po. Në fakt, pyetësori është për të dy neve. Po. Kjo si që di është nga to... E dy veti. Ja. Po të keqen. Sa më shumë, ha? Hajde për hajër, mi se na erdhe. Atere, shiko si konsiston loja. Kjo janë dy shosa, një me Jack, një me Qitro. Okej? Në qoftë se përgjigja e pyetjes është po, ne të dy do pim nga një Jack. Nëse përgjigja është jo, ne të dy do pim nga një Qitro, me X. Është kështu. Si me të dyja rastet me të futme. Jo, është më mirë të pish Qitro se sa whisky, për mendimin tim. Dhe pyetja cila është? Në këtë ekranin këtu do dalin njëra mbas tjetrës disa femra shqiptare, personazhe që ju I njihni, dhe pyetja është kjo. Noizi ose Ermal për të dy domethënë. A ke bërë gjë me këtë? Nëse përgjigja është po, ne do pim whisky. Nëse përgjigja është jo, ne do pim Qitro. Ke shishe tjera? Kemi. Pa merak. Atëre, vazhdojmë me pyetjen e parë. A ke bërë gjë me këtë? Kush është kjo? Adelina Tahiri! Klak,
Po është whisky, jo është qitro. Choose. Po! Si sa pion? Okej. Të dali personazhi dytë? A ke bërë gjë me këtë? Do në ndani qiftet, më. Hë? Do në ndani qiftet. Po jo më shiko, jeta artistike është e gjatë, unë s'po them tani. A të gëzuar! Oh! Po ti që ke knaqë për shumë? Ke bërë gjë me këtë? U helmova unë me. Rozana Radi. Jo. A? Jo, okej. Apo pak kështu, pak kështu. Ore, po... Po ti më davë. Po unë qa kam bërë? Hajde. Ke bërë gjë me këtë? Hajde. Kjo ishte jo. Ishte një jo. Isha sa marot joja. Okej. Ke bërë gjë me këtë? Thash se do pije whisky se do këshim djek digital. Prita si se smart man mo. Hilda. Së kujtoj, se ngatroj me një atë tjetër. Okej. Ke bërë gjë me këtë? Ç'është për kjo? Ore, ç'është kjo? Kush është kjo? Se njeh nga mrapa ti? Kush është? Ndihmon. Adriana Berisha. Sigur t'ja fuzi me shishe. No, se njef, nuk të rezulton list. Gëzuar, Adelina, gëzuar! Gëzuar, Adelina. Vazhdojmë me personazhin e radhës. Yeah, man? You sure? Yeah? Very sure. Yeah, okay. That's my goon. That's my group. Yeah, man. Gëzuar, Ensa, gëzuar! Gëzuar, Ensa. Vazhdojmë me personazhin tjetër. Kam. Ore, u qanë të pi. Unë s'po pi më se unë me thonë drejtën, asë nuk i... Unë e dorën me zja japë këtyre. Vazhdojmë personazhin tjetër. Kalashi! Ama hajta shi! Ama! Ti di që s'kam frikë. E sigurt? Shumë sigurt. I promise. You promise? I promise. A premton që nuk të bësh gjë? I promise that. Kjo nuk dihet, po. Okej. Mirë, vazhdojmë personazhin tjetër. No. Dafi? Mirë të bëhet. Aty e kishe. Vazhdojmë. Personazhi tjetër.
Edhe ti? Interesant. Shkote në për mitinga i dhe... Pas ka qenë kjo... Vazhdo me personazhin tjetër. Më thit vërtetën. S'ke flit asjerë me Piro? Jo. Plak nuk e di, po... Unë kam flet. Gëzuar Piro, gëzuar. Po mos ka në gjoj, ishim për i koncert dhe na vunë me i dhomë, s'ka që. Edhe me 2 krevate në 2, vumë atë dollapin mes. Dhe foto e fundit. Jo, një foto tjetër të lutem. është e majta më daku. Kishte djatë, hajtë më pëtë. Oke, foto tjetër! Foto tjetër! Maroj longu më dreq! Oke, ishe këtë se kanë gatru foto. Vazhdoj foto tjetër. Aj, këzuar mirë se ke Zonë Zotrin ishte Noizi, reperi më i madh në Shqipëri. Ja, ka ne që ishe të në këtë. Ne do kemi të pesën ashme në të dë. Natë e mirë.